Miq, prova mikrofonin 1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe. Jemi te Olti Curi, editari im në YouTube online sot për të folur për një lajm që na e prishi qefin. Eltoni Liriani në një rrëfim të pak kohëve më parë, pak orëve më parë, foli te Blendi Fevziu dhe tregoi se gjendja e parashikimit Simakut nuk ka përmirësim, madje në këto 11 muaj ka ardhur duke u përkeqësuar. Por çfarë ndodhi pikërisht 11-a përdoret kjo shifër, duhet thënë fatkeqe. Për momentin shpresojmë, përmendem në një letër prekse që parashikimi Simaku ka shkruar dhe ka postuar në faqen në Facebook drejtuar djalit të saj. Pikërisht kjo letër është me fjalët: "Luk birim, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë. Kanë kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk kemi parë me njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plag që nuk shërohet." Pikërisht për këtë do flasim tani, do lexojmë dhe letrën e plot. Qëndroni me ne me siglën modeste. Mirë, sigla nuk del mirë kur jemi duke folur për një artiste që duam të gjithë dhe tashmë është kthyer në një Benjamin të gjithë shqiptarëve pas ngjarjes që ndodhi gati një vit më parë. Ishte një video e publikuar nga televizioni amerikan, u pa nga shqiptarët, u vure që ishte parashikimi Simaku, u publikua, u ripublikua nga Blendi Fevziu, e më pas Eltoni Liriani dhe shqiptarë të tjerë rendëm për ndihmuar parashikimi Simakun, yllin e skenës shqiptare, të larguar drejt Amerikës dekada më parë, por që kishte përfunduar rrugëve. Historinë të gjithë e kanë lexuar parë nga postimet të ndryshme, edhe nga ajo që është bërë shumë publike kohët e fundit. Madje parashikimi Simaku u shfaq edhe në disa emisione televizive, u shfaq në këngën e fundvitit që bëhet gjithmonë nga Top Channel, u shfaq në dalje të ndryshme në festivalin e fundvitit në radio televizionin shqiptar. Për parashikimi Simaku pati edhe sulme, le të themi, nga pati rastin e konfliktit ku Shqipe Hysenaj, një opinioniste dhe ish pjesë e përputhen dhe Big Brother VIP Kosova, foli diçka që nuk ishte dakord Eltoni Liriani, madje kërcënoi edhe me gjyq. Pra, emri parashikimi Simaku ka qenë shumë në vëmendjen e shqiptarëve gjatë kësaj kohe, edhe shqiptarëve jo vetëm në Amerikë, por atyre që jetojnë në vende të tjera, sidomos në Shqipëri. Por e fundit është ajo që morën vesh si një lajm shumë të trishtuar. Parashikimi Simaku rrezikon të kthehet pas tre. Ky është refreni i përsëritur pafund në rrjetet sociale dhe portale. Ky titull doli pas një bisede të publikuar me Blendi Fevziun me Eltoni Lirianin, kur ky i fundit ka folur mbi gjendjen aktuale të parashikimit Simakut, duke shprehur se ajo jo vetëm që nuk ka asnjë përmirësim, por ka 11 muaj që nuk ka asnjë moment përmirësimi, nuk ka marrë asnjë mjekim, ka dalë nga spitali, thotë Eltoni Liriani, para marrë mjekimet, nuk ka një kartë identiteti për ta ndihmuar nga ana administrative edhe në spital, ato e kërkojnë. Por ajo që na bëri përshtypje është pikërisht se Parashja e di shumë mirë që ka 11 muaj, që këto 11 muaj pra që jeta e saj ka ndryshuar, sepse pikërisht në një letër shumë prekse që ajo ka postuar në Facebook me emrin parashikimi Simaku, dalloi pikërisht 11 muaj që flet dhe Parashja, duke nisur letrën e saj djalit të saj: "Luk, biri im, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë. Ka kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk jemi pranë me njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plag që nuk shërohet. Rrethana na ndan, jo dashuria." E nis letrën parashikimi Simaku, një letër shumë prekse të një nëne me shumë probleme, por që nuk e harron asnjëherë dashurinë për djalin e saj, pavarësisht se ai erdhi e takoi e përqafoi mbasi u lajmi, u bë shumë mediatik. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Rrëfimi i Eltoni Lirianit thotë se parashikimi Simaku rrezikon të kthehet aty ku ishte pas tre. Parashikimia është në situatë të vështirë sepse kanë kaluar 11 muaj dhe nuk ka asnjë lloj përmirësimi. Parashikimia është vetme dhe pa ndihmë mjekësore, ai nuk merr mjekim, doli nga spitali, nuk është mirë. Një njeri që rri gjithë ditën në shtëpi nuk ka motivim, thotë Eltoni Liriani, dhe ndër të tjera, ditët e fundit, thotë ai, parashikimi Simaku thotë se më ndau inteligjenca artificiale. Ajo është ndarë, por nuk e pranon që është ndarë. Por çfarë ka ndodhur parashikimi Simakun? Është bërë një GoFundMe para 11 muajsh, janë mbledhur një shumë parash, por ka patur edhe ndihmë, sepse shtëpia është paguar për gati një vit nga një biznesmen shqiptar, por me sa duket s'ka dona fati sa shtëpie shumë shpejt, dhe pikërisht për këtë foli dhe Eltoni Liriani në rrëfimin e tij. Eltoni Liriani
Shprehu se mendimi i tij është se parashëvis i duhet ndihma e shtetit shqiptar për të filluar një jetë të re në vendlindje. Ai mendon se pikërisht do të jetë Shqipëria vendi që mund ta shërojë parashëvis Simakun, pasi ai thotë se unë mendoj që ndihma ime ka qenë maksimale, duke folur edhe me persona që kanë ofruar shtëpi këtu në Kavaj, duke hedhur opsionin e transferimit të parashëvis Simakut në qytetin e lindjes në Kavaj. Ajo që i duhet asaj është ndihma e shtetit shqiptar për të bërë mundur që të shkojë dhe të marrë mjekime, të bëj letrat, të bëj identitetin në Amerikë, të bëj kartën e identitetit në Amerikë, por dhe kartën e identitetit shqiptar, sepse dikush duhet të vijë të merret me këtë zonjë, thotë Eltoni Liriani, duke mbyllur kështu rrëfimin e tij për situatën e parashëvis Simakut. Pse? Sepse në qoftë se ne jemi mësuar që të çojmë të afërmit tan, ndoshta edhe në thonjza me forcë apo në një farë mënyre duke u bërë në shtysa kryesore për t'i çuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore edhe në rastin kur ato kanë shtrëngullime mendore. Në Amerikë kjo gjë është e pamundur sepse ndalohet nga ligji, ndalohet nga spitali, që në derë të spitalit të ndalohen dhe nuk mund të dërgosh atje një person me forcë, edhe pse ti je i bindur dhe e ke të afërmin tënd, dhe ke gjithë dashamirësinë dhe thua që ky person ka probleme shëndetësore mendore, jo. Duhet kesh kartën e identitetit në Amerikë, duhet kesh dhe kartën e shëndetit dhe njëkohësisht duhet dhe të firmosësh. Në qoftë se nuk firmos vetë personi që ka nevojë për ndihmë mjekësore dhe për ilaçe dhe për trajtime nga psikolog apo psikiatër në spitale të specializuar, duhet jetë një familjar i afërt që ta bëjë këtë. Dhe parashëvia këtë nuk e realizon dot sepse nuk ka asnjë person i cili është ligjërisht i vlefshëm për të vepruar në emër të parashëvis Simakut, sepse ajo nuk merret me dokumenta dhe refuzon një gjë të tillë. Dhe pa dokumenta është shumë e vështirë për ta asistuar nga ana psikologjike. Ndoshta, thotë Eltoni Liriani, një gjë e tillë mund të jetë e mundur këtu në Shqipëri, pasi shumë familjarë të saj janë këtu dhe nga ana ligjore. Ndoshta do bëhet një ndihmë e tillë, ndoshta do bëhet një ligj shqiptar, pra do e mirë kuptoj këtë situatë për t'i dhënë parashëvis kartën e identitetit dhe gjithçka tjetër që duhet që të paraqitet në një institucion mjekësor të profilizuar për shëndetin psikiatrik. Por parashëvia, pikërisht në këtë situatë, na troditi të gjithë me letrën që i drejtoi djalit të saj, Luke. Letra e saj e plotë është kjo: Luk birim, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë. Kanë kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk e kemi parë njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plagë që nuk shërohet. Rrethanat na ndan, thot parashëvis Simaku, dhe jo dashuria. Ndoshta jeta nuk na la mundësi të qëndrojmë bashkë, por ta dish se unë do të jetoja me ty edhe në gjëmba, vetëm të ishim pranë njëri tjetrit. Edhe ato 3 herë që kemi folur në telefon, fjala jote ishte e ftohtë, si i drejtuar ndaj një të huaj, jo ndaj nënës, që do jepte jetën për ty. E megjithatë, çdo fjalë jotja sa do e largët për mua, kishte peshën e botës. Ende e kujtoj momentin kur më përqafove. Ishte sikur bota ndali për pak çaste. Aty ndjeva se gjithçka kishte kuptim. Çdo vuajtje bëhej më e lehtë kur ty të kisha afër. Nuk të mbaj natë, vazhdon letrën e saj parashëvis Simaku. As nuk të gjykoj, vetëm të dua në heshtje, si çdi të doj një nën. Edhe nëse më mohon, unë do të jem gjithmonë nëna jote, Luk. Ajo që të pret, që të fal dhe që s'pushon kurrë së dashuruari. Vazhdon letra e parashëvis Simakut. Mos haro biri im, një ditë edhe ti do të bëhesh prind. Atëherë do ta kuptosh se çfarë ndjen një nën, se sa shumë do të kalonte oqeane dhe vite të tëra, vetëm që fëmia e saj të ishte i lumtur.